Janë rikthyer sërish rreshqitjet e dherave në zonën e kodrës së rrileve në Durrës. Si rezultat i rreshjeve që kanë vijuar përgjatë gjithë natës, mëngjesin e sotëm është bllokuar aksi që qënë drejt Kallmit. Rreshqitje të shumta dheut u regjistruan kryesisht në zonën e Surrileve. Ky është rasti i tretë i këtyre ditëve që këto pamje naturalizohen në Surrila. Pamjet që xhiruam ditën e martë nga kamerat e Adrianet Televizion tregojnë për situatën e rënduar të këtyre rreshqitjeve, ndërkohë që jasimiti i strukturave shtetërore nuk ndodhet në vendngjarje, duke bërë që zona e Surrileve dhe e Kallmi më në thellësi të jenë të paeksesueshme deri në pastrimin e radhës. Fenomeni i erozionit është kthyer i frikshëm në këtë zonë, që vazhdimisht regjistron rreshqitje dheresh dhe bllokim lëvizjesh. Sasia e konsiderueshme e dhereve që kanë rënë në asfalt shtrihet përgjatë gjithë rrugës së Baltosur, dhe sasira të shumta të dhereve rrezikojnë deri banesat në anë të rrugës së Surrileve. Po ashtu dhe në rrugën Gjisë të Malorës mbi Ferraren, ku janë qarë deri bërdurat nën presionin e sasisë së madhe të baltës argjilore. Po ashtu në këtë zonë, shihen shumë pishe të shkullura, me rrejnë, të cilat janë spostuar nga vendi ku kanë qenë. Balta e shumë që mbizoteron tashmë në peizazhin e kësaj zone, ka bërë që Surrila dhe Kallmi më në thellësi të jenë të paeksesueshme për disa ditë.